Në një deklaratë publike të pazakontë, kryeministri britanik Keir Starmer pranoi gabimin e tij në lidhje me emërimin e Lordit Peter Mandelson dhe shpreu keqardhje për viktimat financiare të amerikan Jeffrey Epstein, që në një aktiviteti në East Sussex, ku ishte parashikuar të trajtonte një temë tjetër. Starmer nisi fjalimin duke iu referuar drejt për drejt skandalit, duke cilësuar situatën si zhgënjyese dhe të rëndë nga pikpamja personale dhe institucionale. Kreu i qeverisë britanike tha se askush nuk e njihte thellësinë dhe errësinë e vërtet të marrëdhënies së Mandelson me Epstein dhe akuzoi ish ambasadorin për gënjeshtra gjatë procesit të verifikimit para emërimit të tij nga Washingtoni në vitin 2024. Më vjen keq që i besova gënjeshtrat e tij dhe emërova, u shpreh Starmer, duke shtuar se ndan zbërimin e qytetarëve kur figura në pushtet i shmangen kontrolli dhe përgjegjësisë ligjore. Ai kërkoi që dosjet të lidhen me Mandelson të bëhen publike sa më shpejt, por sqaroi se një hap i tillë aktualisht bie ndesh me këshillat e policisë, pasi mund të dëmtojë hetimet dhe proceset e mundshme gjyqësore. Sipas tij, prioritetet mbeten mbrojtja e drejtësisë për viktimat e Epstein, e cila siç e theksoi kanë jetuar për vite me trauma të rënda dhe me ndjesinë e mungesës së llogaridhënies. Ndërkohë, mediat britanike raportojnë se Starmer kishte qenë në dieni të kontakteve të vazhdueshme të Mandelsonit me Epstein. Ish ambasadori u shkarkua nga detyra në nëntorin e vitit të kaluar, pasi u zbuluan detare të reja mbi lidhjet e tij me financiarin amerikan. Dokumentet të publikuara së fundmi tregojnë se gjatë kohës kur shërbente si ministër në qeverinë e drejtuar nga Gordon Brown, Mandelson i kishte dërguar Epstein informacione konfidenciale lidhur me zhvillimet politike në Downing Street. Rasti ka hapur një debat të gjerë në Britaninë e Madhe mbi transparencën, verifikimet e figurave publike dhe përgjegjësinë morale të drejtuesve politik, ndërsa presioni për publikimin e plotë të dosjeve dhe për zbardhjen e çdo lidhjeje me skandalin e Epstein vijon të rritet.